Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeç dhe gjithmonë kam qenë dikush që përpiqem të kuptoj njerëzit rreth meje. Marrëdhënia ime me partneren ka qenë gjithmonë një kombinim i afërsisë emocionale dhe eksperimentimit të përbashkët, por gjithmonë brenda kufive që ne vendosnim bashk. Nuk kam qenë kurrë tipi që kërkon ekstremitet, por gjithmonë kam pasur kuriozitet të provoj gjëra të reja në krevat. Një mbrëmje pasi ishim duke u kthyer nga një shëtitje e gjatë, ajo më foli hapur për diçka që kishte menduar kohët e fundit. Më tha se donte të provonte disa forma të ndjeshmërisë dhe eksperimentit, duke përfshirë situata në shtrat ku kontrolli dhe besimi do të testoheshin. Fillimisht u ndjeva pak i hutuar. Nuk isha provuar gjëra të tilla më parë, por ajo më shpjegoi qartë rëndësinë e sinjalit të kufirit, çdo gjë duhet të ndalej menjëherë nëse dikush ndihej i pakëndshëm. Ditët e para të eksperimentit ishin të çuditshme. Ishte një lojë e ndjeshme e besimit. Ajo më jepte udhëzime dhe unë përpiqesha të interpretoja çdo sinjal, çdo shenjë të vogël. Ishte më shumë psikologji se sa fizik. Të kuptoja emocionet e saj dhe t'i bashkohesha ritmit të saj. Por ndonjëherë është e vështirë të vlerësosh saktësisht se ku është kufiri dhe një natë ndodhi që unë e kalova një pikë të caktuar. Kur kuptova se ndjenja e saj ishte e pakëndshme, ndjeva një val përgjegjësie. U ndala menjëherë dhe pyeta me zë të butë nëse ishte mirë. Ajo mori frymë thellë dhe më tha se nuk ishte e keq kuptuar, por ndoshta nuk e kishte pritur momentin. Biseda që pasoi ishte e qetë, pa tension dhe më mësoi se respekti dhe komunikimi janë më të rëndësishme se çdo eksperiment fizik. Ditët pas asaj nate ishin të mbushura me biseda të hapura. Folëm për kufit, për ndjesitë e momentit, për atë që na bëri të ndihemi rehat ose të pasigurt. Ishte një proces i ngadalt, po mësoja çdo ditë më shumë për veten dhe për të. Kuptova se marrëdhënia nuk është vetëm çështje dëshire fizike, është një ndërtim i kujdesshëm i besimit dhe respektit reciprok. Pas kësaj eksperience, çdo ditë më shumë fillova të vëzhgoj gjërat që më bënin të ndihem mirë ose keq. E kuptova se ndonjëherë gjëja më e vështirë nuk është të provosh, por të ndalosh në kohën e duhur. Një sinjal i vogël i partneres mund të ketë rëndësi më të madhe se çdo veprim ekstrem. Dhe kjo më mësoi durimin, përqendrimin dhe ndërgjegjësimin. Më vonë gjatë javës, eksperimenti u bë një lojë ngadaltë ku secili prej nesh mësonte të kuptonte sinjalet e tjetrit. Një ditë pas një bisede të gjatë mbi kufit dhe dëshirat, ajo qeshi dhe më tha se më shumë i pëlqen kur e kuptoj pa fjalë se sa kur shpjegohet. Ishte një çast kuptim plot. Afërsia nuk matet me intensitet, por me ndërgjegjësim dhe respektin e ndërsjellët. Ditët kalonin dhe filluam të përfshijm më shumë biseda të përditshme në eksperimente të vogla, por gjithmonë duke respektuar sinjalet. Shumë herë ndodhte që më tregonin kur nuk donte të vazhdonte dhe unë e kuptoja menjëherë pa nevojë për shpjegim. Kjo aftësi për të lexuar emocionet dhe reagimet e tjetrit u bë pjesë e rutinës tonë dhe forcoi lidhjen në një nivel që nuk e kisha përjetuar më parë. Në fund ajo eksperiencë më mësoi diçka të rëndësishme. Të ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme nuk do të thotë të kalosh limite për të provuar ekstreme, por të kuptosh dhe respektosh kufijtë e tjetrit, të jesh i pranishëm dhe i sinqert. Tashmë ndihem shumë i qetë, i vëmendshëm, ndihem më e lidhur me partneren time sepse çdo hap që bëjmë së bashku është pikërisht i bazuar në këtë besim që tregova dhe respekt, jo vetëm dëshirë fizike apo momentale e cila kalon.